Këtë të diel, Hirësia e tij Anastasi ka mbajtur meshën e parë si mitropoliti i Korçës në katedralin Ngjallja e Krishtit në këtë qytet. Mitropoliti i Korçës Anastasi, në një mesazh drejtuar besimtarëve dhe të pranishëmve në këtë meshë, theksoi se qëllimi i tij është të fronozohet në zemrat e secilit prej tyre. Dije këtu pavarësisht se isha unë ose dikush tjetër, u fronozua një peshkop i ri, edhe siç e pat kur e peshkopi, të gjithë anëtarët e Sinodit të Shenjtë ishin këtu bashkë me ne, për të thënë se kisha është një, e shenjtë, katolike dhe apostolike, dhe ata zgjodhën dhe vendosën këtu një peshkop të ri me qëllim që kjo kishë lokale të jetë e bashkuar, të jetë si një e tërë me kishën universale dhe pikë së pari me kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Dhe fronozuan këtu një peshkop të ri. Ata e bën pjesën e tyre. Tani vazhdimi është detyra jonë. Dhe unë nuk e di se sa Zoti do më dhe njësoj që përveç se dije kryepiskopi me mitropolitët e tjerë më fronozuan në këtë front të shenjtë të kësaj mitropolie të shenjtë, të lartësuar dhe historike, do arrit të fronzohem në zemrat e gjithë secilit prej jush. Por duat ju them se ky është qëllimi im, që të jemi të gjithë një, ashtu që Krishti i tha Atit në lutjen e tij, që të jenë një, ashtu siç ju jeni një. Një ditë më parë, në një ceremoni drejtuar nga kryepiskopi Johani, Hirësia Anastasi u fronozua si mitropoliti i Korçës pas zgjedhjes nga Sinodi